Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Për sa i përket çështjes së shkurtimit apo prerjes së thonjve apo shkurtimit të flokëve apo heqjen e qimeve nga trupi, a është detyrë për muslimanin i cili ka vendosur të bëjë kurban, është detyrë që të qëndrojë i tillë derisa të bëjë kurbanin pa prerë thonjt dhe pa shkurtuar flokët? Jo, nuk është detyrë, për vetë faktin se ne shpjeguam në një video të kaluar, në një pyetje pra të kaluar se vetë kurbani në ditën e Bajramit është diçka e pëlqyer dhe sunet nga pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është vajxhib dhe nuk është detyrë. Kush ka mundësi të veprojë, le ta veprojë dhe është diçka shumë e mirë. Mirë po, derivat i kësaj çështje është dhe çështja e prerjes së thonjve dhe shkurtimit të flokëve apo heqjes së qimeve nga trupi. Pra është diçka e mirë, është diçka e pëlqyer, është zbatim dhe praktik e një sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, por nëse ka njerëz të cilët ndoshta kanë, arsyetime të ndryshme që patjetër, duhet i presin thonjt apo ndoshta të shkurtojnë flokët apo të heqin qimet nga trupi i tyre, nuk kanë bërë haram, nuk kanë bërë gabim që konsiderohet gjuna, por është diçka e papëlqyer.